Përshëndetje dhe mirë se erdhëm në këtë kanal. Kjo video është para me zë. Sot kemi vlogun e parë. Qëndroni me ne deri në fund. Kandi lojrave, shumë shpejt do të vi koha për me i. Tani unë po futem në këtë tunelin. Tani ne do rrëshasim. Po në gjithë shkallët. Tani ne do të shkojmë te kjo, por nuk mundem këtu, vetëm se do të bëj një kështu. Tani ne po hypim këtu për të rëshitur. Jam të kuluvarsje dhe po shtyhem. Tani ne po ikum, gati për po shkojmë te makina për të nisur në shtëpi. Takohemi kur në shtëpi. Bye. Ne rikthehemi sërish me kanalin shqiptar. Po, dhe me kanalin shqiptare normalisht jemi duke shëtitur, pra siç u thash edhe pak më parë, do bëjmë një shëtitje këtu në këtë pyllin për të bërë një zbulim. Edhe pse qen ka me vërtet shumë pjesë dhe meriton që të pastrohet, të bëhet një kontribut nga ne bëjmë një zbulim tani, ishi 3 flamure i gjet me këtu. Okej, po i shohim pak, po studiojmë pak vendin këtu përpara se të ikim normalisht. Sepse kemi kaluar një super aventurë sot.
shohim pak këtë tabelën. Afroje pak kanali shqiptare, sepse kemi kanalin shqiptare duke filmuar. Okej, tregojnë pra për sigurin, larja e sigur dhe pa rrezik. Okej, nuk na duan gjë. Le të ecim pak për të bërë një shëtitje. Çon ka shumë gjatë ky vendi këtu me shumë temë. Dhe pas ka një rrugdalje atje tej, shumë larg, pra duhet të ecësh shumë. Ne po ecim edhe pak, por normalisht nuk ju premtojmë se do të shkojmë në fund sepse nuk kemi edhe shumë kohë nga që duhet të ikim dhe të hedhim videon. Okej, le të vazhdojmë rrugën. Shpresoj që gjithë ndjekësat e kanalit shqiptar një herë të jenë kënaqur sepse i erdhi më në fund videoja me Z. Tani po ja lë pak të flas kanali shqiptar se unë fola shumë. Fol kanali shqiptar, çfarë do të na tregosh? Ndërkohë ne vazhdojmë akoma për të ecur. Unë jam shumë e kënaqur për ato subscribe dhe like që mi keni bërë. Unë ju bëra atë qefin për videon me Z, se me kishit shkuar në komente bëj një video me Z dhe ja ku jemi me video me Z. Na thuaj prit se dua të bëj një pyetje dhe ndërkohë ne ecim, mund të ecim. Na thuaj pak se si ndjer me komentet që të kam dhënë. Pra kanë qenë komente jam ndjer shumë e lumtur dhe nuk kam pasur asnjë problem, jam ndjer shumë e lumtur. Okej, vazhdojmë akoma të ecim dhe pse do të shikojmë një video tjetër, unë do të hedh dhe një video tjetër, por me snacks. Priteni edhe atë video. Shpresoj që ta kemi bashkëpunim atë, por do të shohim. Gjithsesi edhe kanali shqiptar le të pres një video super të bukur, ju ja premtoj unë. Sepse me të vërtetë na kanë munguar këto video. Tani ne do të kthehemi se ne nuk mund të shkojmë në dhe takohemi tek makina pra. Okej, tani jemi duke vazhduar akoma një ecje për të dalë nga ky pylli këtu ose ndryshe xhungla dhe do të bëj disa pyetje normalisht kanali shqiptare, por janë duke na mbytur mushkonjat këtu. Kështu që le të dalim sa më parë. Si ndjer për subscribe dhe klikime që të kanë bërë njerëzit. Okej, për subscribersat kemi arritur 402 subscribers, por pastaj një subscribers na është larguar dhe jemi 401 tani. Me të vërtetë që kur i mora 400 subscribers ishte me të vërtetë një ndjenjë shumë e bukur, shumë e këndshme, por më bukur ishte kur arrita 100 subscribers. Pse do thuash ti? Sepse kur un kam arritur 100 subscribers, atëherë kam pasur edhe ditëlindjen. Dhe për ditëlindje mora një dhuratë super të bukur që ishin 100 subscribers. Pra dhe me të vërtetë tani që kemi 400 dihem edhe më mirë sepse janë shtuar ndjekësat dhe me të vërtetë që janë duke pëlqyer shumë videot e mia, videot e kanalit shqiptar, por videot tona normalisht edhe të kanalit shqiptare. Ne po vazhdojmë të ecim ndërkohë dhe takohemi sepse akoma s'kam mbaruar ky vlog. Tani unë po pi Coca-Cola se më mori etja dhe po shkojmë te makina tani. Se kemi pak larg, ë? Po. Shkojmë te makina dhe ky vendi këtu i është zakonisht i bukur. Ne gjithmonë kur vim me pushime këtu vim, është jashtëzakonisht një vend i mrekullueshëm. Gjithashtu dhe me kanalin shqiptar. Ne po shkojmë afër te makina dhe shihemi. Bye. Faleminderit që na ndoqët deri në fund. Mos harroni të bëni like, subscribe, mirupafshim.